Kryetari i komunës, zoti Shpetin Bulliqi me bashkëpunëtor, i nderuar kryetari i Federatës së Futbollit Kosovës zoti Reagim Ademi, të nderuar veteranët Mergatës dhe veteranët e Llopit, të nderuar familjarët e ish futbollistit Xhavit Havolli, i cili para pak kohë ndroi jetë dhe i shprehim kushtimet më të sinqerta familjarëve, miqve, shokëve dhe të gjithë farifisit, të nderuar mysafirë dhe pjesëmarrës, të nderuar media. Jemi të buar këtu në këtë ndeshje tradicionale, Reviale që zhvillohet që nga viti 2010, por është viti 17 me radhë, për nderte manifestimit ditët e Mergatës, për të nderuar veteranët e Mergatës, të cilët kanë dhënë shumë për futbollin llopian, atë kosovar e disa prej tyre në atë ndërkombëtar. Që jemi mirënjohës dhe shpresoj që ditët që i përkalojnë në vendindje, t'i kalojnë sa më mirë me më të dashurit e tyre, familjar, shok, miq, gjithë farifisin dhe ju dëshirojmë suksese në të gjitha serat e jetës. Për ta nderuar ish kolegun ton, ish futbollistin, i cili luajti për klubin e futbollit Llopi, për klubin e futbollit Rami Sadiku në Kosovë, sjellën e Gjermani, Xhavit Havollin, i cili më nuk gjitet me mesin ton, i cili ndroi gjatë këtij viti, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Ne vazhdojmë fjalën e japim të parit së komunës së Podujeve zotit Shpetin Bulliqi. Faleminderit, i respektuar kryetari i Federatës së Futbollit Kosovës, zoti Ademi, respektuar futbollista të diasporës, veteran të Llopit, përshëndetje për gjithë kënaqësi që edhe sot, si gjithërem pjesë e këtij eventi, këtij organizimi, shumë respektuar familja Havolli. Sigurisht që këtu në momente shumë veçanta dhe është mirë që tashmo kjo veç që është bërë jubilare dhe po organizohet çdo vit ky takimi përbashkë këtu. Shpresoj shumë që Mergata jonë do mund të kaloj sa më mirë këto ditë qëndrimit këtu në Kosovë. E na kemi për obligim me nejt gati sa të mujmë, me nejt gatë, po thëmë me ju ndihmu ka pak që këto ditë të vapës këtu në Podujeve t'i kalojmë bashkë edhe sa ma mirë. Aja që është shumë e rëndësishme është fakti që po takohemi, po bashkë bisedojmë, po bëjmë një lojë, po thëmë në kuptimin formal, po shumë e rëndësishme që mos t'i ndërprejmë komunikimet edhe bashkëpunimet cilat keni pas edhe të vazhdoni t'i keni antarme, në shumë e rëndësishme që po takohen edhe si gjeneratat vjetra, po thëmë. Edhe sigurisht që çdo takimi t'ilë, i kthem pa kujtesën mrapa, rikujton ato në për cilin ke kaluar, sepse sikur gjithë proceset e futbolli llopian i ka pas sfidat në për cilat ka kaluar, prandaj unë edhe një herë dëshiroj që Mergata ajo kalon sa më mirë këto ditë qëndrim në vendindje, edhe sigurisht që neve na mbetet që t'jemi sa më pranë juve. Faleminderit shumë. Falenderojmë kryetarin Bulliqi, i cili është prekras i madh i veteranëve dhe eventeve sportive, të cilin e falenderojmë përgjithësisht. Ne vazhdojmë fjalën e japën të parit të Federatës së Futbollit Kosovës zoti Reagim Ademi, i cili është prekras i madh i veteranëve të futbollit Kosovës, i cili emocion ligën e veteranëve zhvilluar në të kuadër federatës. Përshëndetje për të gjithë, për legjendat që kemi këtu, sa me Metin Beli në kryetarin e komunës, po gjithsesi unë pjesën e Mergatës tonë nuk e ndaj kështu prej neve, po e qujes aset shtetënor. Vërtetin e aset shtetënor, sepse kur është dasht, deri të hapën e kemi pas të jo. Ndash kur u kon futbolli keq, ndash kur u kon familjet keq me ekonomi, ndash edhe shteti kur u kon keq me ekonomi, faktikisht kjo diasporë gjithmonë ka ditë një hap dur dhe më na prit ashtu se s'duhet. Prandaj na nuk po them që ju presim ku mi ditë sa mirë, sepse ju në shtëpi juën edhe kur vini ju jep një jeshi këtij vendi dhe prap dojmë na prit ju neve me na cit në për dreka, në për Cisane, sepse çashtu ju konsiderojmë neve se më kujtohet mua domethënë kur më koni ri dhe societet që kemi pas kanë një jashtë kur këtu ishte në Kosovë atë para luftës vitet 90-ta që gjithçka u djek edhe ka qenë në minimum të shku, ajo inflacioni këto sana, krejt familjet shqiptare për shkak të juve me ka 100-200 euro si na i qojt mark atëherë, na ishim dhe më thonë me qujt kështu në atë kuptimin që kishin qef me thonë atër bosat e venit, sepse faktikisht na jetojshin familjet tona që nuk e kishin asni
problem rreth ekonomisë rreth qendresës sonë. Prandaj so herë që vini ju, na kemi qefte jemi bashkë sepse futbolli është pjesë që na bashkon, edhe atëherë kur sini këtu shpeshere me këta tirë që jam këtu, sidomos të ta filin kafe, i kujtojmë gjithmonë rastet e juve, nej batut juve, nej se cilët prej që kanë ndodhur atëherë, nuk e kemi me najvazin këtu sa i naj ka zonë krejt me konë që ka po kështu që është shumë mirë që vini, i sholla i në shnosh i kini dhe familjet edhe një gjohë mu gjithmonë e kam për zemër dhe gjithmonë më ka pëlqy që ju jeni ata që fëmijët e ju i rritni me atë dhe dashuri. Dhe më thonë, fëmijët e ju që kanë lind atje, ju ishtini mi dashtë Kosovën që në fakt ata kanë vendlindje të baballarve e jo të vetën, por e dinë se vendlindje të vetën e falë asaj, falë juve, edhe kombëtare e Kosovës sot pothuaj se 90% i ka disa për fëmijëve të juve, disa në Zvicër, disa gjithandej ku ka në mërgot që kemi në jashtë, dhe po shkëlqen dhe po lullëzon që shpresojmë që ju bon krenar, edhe në ditë kam në bo krenar edhe neve, për pak nuk kena mujtë me shku në botror, po sigurisht duke e pas parasysh kvalitetin e tyne dhe duke e pas parasysh për kushtimin e tyne për të arquar Kosovën në një kvalifikim, shpresojnë në të ardhmen që do të ndodha ajo dhe sigurisht që meritat janë t'jujat, bashkarisht edhe me neve që jemi këtu, po unë gjithmonë thëmë që ju keni meritat më të mëdha, sepse po mos të ishte ajo pjesa që ju keni bo si fëmija mi dasht atë dheun, do të ishte pak më ndryshe. Suksese, faleminderit shumë. Falenderojmë kryetarin Ademi për pjesëmarrjen në këtë event. Faleminderit shumë. Me vazhdim fjalën japim përfaqësuesit të Mergatës, zotrit Enver Cakiqi. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryetar doktor Shpetrin Bolliqi, i nderuar kryetar Federatës Futbollit Agim Ademi, të nderuar legjenda Esati, Midrizi, Rifati, nëpërmes këtyne edhe aty të tjerët që kanë kontribuar, kanë dhënë për llapin, përshëndetje ata dhe familjet e tyre, edhe Batatina që ka bërë rregull të mirë këtu, nuk bez gati se e thanë dy kryetarët i thanë thuajse të gjitha. Juve ju dëshiroj shëndet, mbarësi, pas lojës, lojë të mirë dhe korekte, pas lojë pushime të këndshme me familje, edhe ju dëshiroj shëndet dhe mbarësi e të gjithë. Okej, hos. Falenderojmë zotrin Cakiqi. Me vazhdim fjalën japim një përfaqësuesit veteranëve vendor të llapit, kujtoni që do të ta marr fjalën urdhani. Esat Mehmeti. Përshëndetje, zoti kryetar Agim Ademi, zoti kryetar i komunës Shpetrin Bolliqi, dhe ju veteranët, mos kisha me i dashur që ishte kryetari i komunës dhe presidenti Ademi në qysh me thonë, vendase dhe jashta, qysh me thonë që ja, nuk ja vlen. Mirë po, në kora të vështira që ishte presidenti Ademi, keni lujt një rol, Mergata ka lujt një rol shumë të rëndësishëm. Kisha me cek një rast, sigurisht i Drizi i Fate e din, atëherë ishte në Mergat një treneri vërtet, një referi futbolli Sali Qobreli, dhe i kishte dërguar Bitopa. Bitopa që ishte dërguar për llapin që një ndihmue në një herë që tu në pas lufte, besoj që i kujtohet juve. Edhe tash të them të drejtën, nalëm edhe i mshelëm sytë në çfarë kohë na kemi qenë në qatë kohë, kur na i ka quë Qobrelja ta topa, qysh ka qenë tereni, kush ka lujt këtë teren, qysh ka fol, unë po flas Shqip. Tani, shumë letë e kemi na mu marrë vesh, edhe për mire, për qysh dush, për sporti gjithmonë me ndonë mirë, edhe flet mirë, mund është më idhnuë, por shumë shpejt mu pajtue, andaj një respektin e qëndë shkon për ata që cilët kanë ndihmue, e kanë muajt gjallë, edhe për mojnë sot sa e ditë e gjallë, edhe t'jemi të lumëtën që ku jemi tash, që qëfar ondre me po. Kur im shku në stadion në Trepqe, se kur këm hi, tash o zot, është e mundën e herë na me lujt në Podijeva, por Kaçanika me pas një teren një këtira. Për këtë kanë merit të gjithë,
prej komuna, federata, gjithë tjerë, batatina, familja tjerë, se cilët duhet të jemi mirënjohës gjithë atyne që ka dhonë pjesën e vetë nga familja. Andaj mos të zgati shumë, jeni gjithmonë të mirëseardhur dhe kjo datë që është përjetor, është me kënaqësi që po na ftoni edhe neve dhe ju dëshirojmë shumë sukses. Kurse për ato familje që kanë humbur të dashur të tyre e fundit të avollit, Zoti i bekoft ata dhe janë nga nalë na shikojnë edhe inshallah në vazhdim ju një lojë korrekt dhe fer dhe kaloni mirë, ju përshëndes gjithë. Faleminderit zotri Esoti. Në vazhdim fjalën japëm edhe kryetrajnerit Llapit, zotrit Batatina. Përshëndetje gjithëve, spore dhe të të përshëndes veteranët e diasporës, veteranët e Llapit, kryetarën e komunës, kryetarën e federatës. Gjithë pranishmit, mendoj që me pak fjalë do vi përmbyll këtë pjesë fjalimin. Aja që ka duhet që ta kujtojna është ata që sën mesin tonë, duke filluar prej legjendës Fadil Vogri, pastaj Emin Simnica, folëm më lart do të Avolli që pak ditë na la, do të Rista, Seli do të mendoj do të që janë njerëz që gjithmonë duhet t'i kujtojna dhe të flasim për ta, për shkak se Llapi këto vite e fundit është fal atyre njerëzve që kanë kontribuar dhe fal të njerëzve që janë sot mesin tonë. Për arsye se na vazhdojna punën e tyre, por besoj do të thotë që puna e tyre shumë vjeçare ka bërë që na ta vazhdojna Llapi sot, edhe shumë që është në Llapi i cili ka komplet një fytyrë tjetër dhe një organizim komplet tjetër, duke i falendëruar gjithë institucionet edhe komunale, edhe Federatën e Futbollit të Kosovës, por edhe gjithë donatorëve, sponsorëve që i kemi pranishëm. Ky event joni bën më madhështore ardha e veteranëve të diasporës, veteranëve të Llapit, që jetojnë jashtë, por fal tyre do të thotë edhe shteti jonë sot frymon ndryshe dhe besoj do të thotë që bashkarisht sot do ta kemi lojë revijale, lojë e cila do të thotë na bashkon gjithmonë edhe në momentet e vështira, por në momentet e gëzimit, edhe në momentet e lërimit, por në momentet e lojës. Faleminderit gjithëve për pjesëmarrje në këtë event të këndeshje futbollistike. Faleminderit. Organizatori kësaj ndeshje tradicionale, klubi i futbollit veteran Llapi nderon me mirënjohje post-mortem. Ish futbollisti Xhavit Havolli, ftojnë familjarin e Xhavitit zotrin Gazmani që ta pranojnë mirënjohjen të cilën do të ndoj ish trajneri i tinaj zotri Esat Mehmeti. Çitë foto. Petret. Me mirënjohje nderohen edhe veteranët e Mergatës për kontributin e dhënë për futbollin llapian dhe kosovar, e disa si thash prej tyre ato ndërkombëtar, ftoj që përfaqësuesin e veteranëve të Mergatës ta pranojnë mirënjohjen. Mirënjohjen do ta doj presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës zotri Agim Ademi. Me mirënjohje nderohet edhe i pari i komunës së Podujeve zotri Shpetim Bullici, i cili është përkras i madh i sportit e neveçanti i futbollit veteranëve dhe evente të tilla sportive. Ftoj kryetarin që ta pranoj mirënjohjen të cilën do ta ndoj presidenti Agim Ademi. Nderohet edhe një figurë i cili ka dhënë shumë për futbollin llapian. Ka qenë shumë kohë antar i kryesisë dhe nën kryetar, kryetari i Komisionit Disciplinar Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Isak Gjata. Mirënjohjen do ta ndoj Idris Mehmeti. Me mirënjohjen nderohet edhe klubi i futbollit Llapi, e ftojmë përfaqësuesin e Llapit që ta pranojë mirënjohjen. Mirënjohjen do ta ndoj Rifat Hajdari. Me këtë ceremoni ju falenderoj gjithëve të pranishmeve. Në vazhdim shpresoj të jetë një lojë revijale, në komenci rezultati, mirë po tek kënaqja ta shijojmë. Ju falenderoj që jemi vitin e ardhshëm 2027. Falë me shpa. Bekim Gorgurin e adhuruesi futbollit, e ka adhuruar një tap, kush e fiton vendin e dytë e merr tupin. Për vend dytë, për shpa poshtë ka zona hesh. S'është për timu hema. Për vend dytë.
Vetëm edhe pak. Për veteranët e Mergatës, gazetari minjor Beki Maliu e dhuron një libër të legjendës Fadil Vokri, biografinë e tij. Efterojmë Bekimin që ta dhuroj këtë libër për fasuesin e veteranëve. Kryetarin e komunës, Shpetim Bulliçi, ta filloj topin e parë ndeshjes Revione.